A i punoj fort, shpesh në dy punë njëkohësisht, me atë vullnet e ekurt që ka karakterizuar gjithmonë, derisa arriti të ndërtoj bazat e qëndrueshme të jetës së tij. Punon në një fabrikë plus që punon në punë dytë. Jo me një rrugë, por me dy rroga. Zoti, për 16 vite rresht. S'kam pushuar, s'kam hangër darkën e vitit 3 me familjen tënde vetëm në punë, ty punuar. Fillimisht ne kisha problemin nanë e babë shumë të lodhur. Babën se kam, sot nanën e kam për fat mirë. Ishin vetëm, baba me tirat, shumë i smur, detyrova më ardh, bana hotelin, ndërtova hotelin këtë si me thanë, me ata kursimet që kisha, pak ka pak, mora borç, shumë më shumë familjeve të mia, rreth mi, e ndërtova. Sot, pas shumë vitesh sakrificë në Itali, Mark Gonaj jeton me zonës turistike të Velipojës dhe fshatit të tij të lindjes, Vrak. Ai nuk është më thjesht emigranti që dikur kërkonte një shans, por është shembull i një njeriu që e ktheu atë shans në histori suksesi. Fillim bleva tokën këtu. Shitet i këto, kishte dalë një letër, shitet i këto, ka e këtu. Pyeta kush e ka, e kishte një person këto, i ka ka letra, të jap thamë në tërë, si kam ble filane, tha po letra topi tokët, tha nuk kam. Por për privatin tha jam i përgjegjës për shtetin atan, shtetin normalisht. E bleva këtë tokën këtu, fillova në tova, me djerë ballit, me mund shumë vite bana me ndërtuar, me probleme faktikisht se po ndërton, pse po ashtu, po gjithsesi arritne, kur të arrish gjërat s'duhet me çajt mbrapa se është e kurrë. Pastaj ne sot jam shumë i kënaqur si jetoj dhe punoj në këtë vend.